Specialistët për hetimin e narkotikëve në bashkëpunim me Komisariatin e Policisë Shkodër dhe Seksionin e Mbështetjes Operacionale në vijim të punës për goditjen e paligjshme bazuar në informacionet e siguruara në rrugë operative, organizuan dhe finalizuan operacionin policor të koduar Rent House. Si rezultat i këtij operacioni u zbulua një apartament në rrugën Kardinal Mikel Koliçi, ku ushtrohej prostitucion. Në kuadër të operacionit u arrestuan 2 shtetas dhe u kapën në ambientet e apartamentit, konkretisht shtetësia braziliane DG 23 vjeçe, e cila kishte marrë me qira apartamentin dhe e kishte përshtatur për ushtrimin e prostitucionit, dhe HH 28 vjeç. Gjatë veprimeve procedurale u dokumentua aktiviteti i lojrave të fatit. Gjithashtu referuan materiale në prokurori ku nisi procedimi penal për shtetasen BB 34 vjeçe, administratore e apartamentit për veprën penale mbajtje e lokaleve për prostitucion. Në drejtimin e prokurorisë vijon puna për dokumentimin e rastit dhe identifikimin e shtetasve të tjerë që mund të jenë të përfshirë. Materialet procedurale i kaluan prokurorisë Shkodër për veprime të mëtejshme.